vëllezër të ndershëm, ato të cilët jetojnë me Kur'an, ato të cilët e çojnë jetën me librin e Allahut subhanahu wa taala, ato janë në një biznis, janë më një tregti që nuk ka mundësi të humbje ajo tregti asnjëherë se je me Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allahu subhanahu wa taala thot, nuk ka dyshim se ato të cilët e lexojnë librin Allahu subhanahu wa taala, e falin namazin rregullisht dhe shpenzojnë prej asaj që u ka dhënë Allahu, japën pasurinë e tyre ku lip Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, shpenzojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, thot fshehu razi dhe hap tazi. Nëherë njeriu ka nevojë me dhon fshehu razi, mos ta din as dora e majt çka ka dhon e djatha, të jetë mes teje dhe Allahun subhanahu wa taala. Ka nevojë shumë fshehu razi me dhon që mos ta din as dora e majt çka ka dhon e djatha, po ka raste dhe momente që duhet të jipet haptazi, që të nxiten edhe tjerët, që të ngjallin këtë sunet të bujaris, që të nxite edhe ato të cilat nuk ju ka shku mendja najher me dhënë sadaka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Yarjuna tijaratan lan tabur. Pse këto e bajnë? Këto dhët e bajnë për shkak një tregties të cilën janë të bindshëm që kanë me fitu, pse se kanë bën tregti me Allahun subhanahu wa taala.